Shqiptari si e shpëton dot arrestimit edhe pse mori mbiemrin e gruas pas martesës. Karabinierët italianë në Sicili arrestuan një shqiptar 25 vjeçar i akuzuar për hyrje dhe qëndrim të palishëm në territor. I riu ishte dëbuar nga Italia në muajin nëntor 2023, por u rikthye ilegalisht në vend, duke ju shmangur kontrolleve kufitare dhe këtë e ka arritur fal një strategjie martesore. Pikërisht pas martesës, ai kishte marrë mbiemrin e gruas së tij, por përpjekja e tij për t'u shmangur identifikimit u zbulua nga ushtria gjatë një kontrolli territori. Hetimet e thelluara përfshin verifikimin e gjurmëve të gishtrinjve konfirmuan praninë e tij të parregullt në Itali, informon media. Arrestimi i kryer në flagrancë u vërtetua nga gjyqtari i hetimeve paraprake me kërkesë të prokurorisë publike. Në përfundim të procesit u vendos ridëbimi i tij nga vendi pasi të vuajë dënimin që do të marrë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.